Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja me mëshira e Zotit qofshin përmbi të gjithë të dashur besimtar dhe jo besimtar. Falënderimet janë për Allahun Zotin e gjithësisë, që sot na mundsoi për një vizitë tek xhamia e Plumbit. Nga xhamiat më të vjetra në vendin tonë, xhamia që i rezistoi edhe asaj valës djegëse shkatruese të regjimit komunist. Allahu Gjelle Gjelalu ma mundsoi që namazin tim të parë në xhami, mbas 1990 ta fali pikërisht në këtë xhami, në xhamin e Plumbit. Ashtu sikur kishte qëndruar, domethënë, me ato vështirësi, me ato halle që kishte populli jonë, po elhamdulillah ne arritëm që ta ruajmë këtë fe, këtë besim të pastër tek Allahu Gjelle Gjelalu. Në ndrejtimin e kryetarit të atëhershëm Bashkisë Islame të vendit tonë, Hafiz Sabri Efendi Koçi, për cilin them o Zot, bëje për banorët e xhenetit. Këtu kemi falë namazin e parë të xumas. Edhe unë si i ri kohë në moshën 29 vjeçare, nga Tirana nisem edhe vej për të falë namazin e xumas, namaz të cilin e falem atë ditë. Për herë të parë që udhtoja në Shkodër, asnjëherë s'kisha qenë, dhe kjo herë e parë më qelloi domethënë bashkë për të adhuruar Zotin Gjelle Gjelalu. Vallahi ne falenderojmë Allahun Zot, megjithëse që një valë shkatruese shumë rrezikshme e komunizmit, po prapë elhamdulillah, ky besim, ky iman do të qëndrojë në zemrat e njerëzve, se të jetë toka. Vazhdimisht inshallah. Domethënë do ta mbajë Allahu Gjelle Gjelalu këtë din, por kërkojmë që dhe moshat e reja të vend t'i afrohen Zotit Gjelle Gjelalu, falë këtij konstruksioni që i bën kësaj xhamie, Zoti i shpërblef gjithë ato donatorë, edhe me të vërtetë bëhet bukur, mrekulli, edhe do të jetë për brezat deri ditën e gjykimit inshallah. Populli i Shkodrës, Zoti ju bekoft gjithë për imanin e mirë, për besimin e mirë, Zoti ju mëshiroft dhe Zoti ju bekoft gjithë.